Live from Tirana në Top Albania Radio. Për ditën e sotme dua të jap një informacion shumë të rëndësishëm, ta ndërroj në radion të gjithë ata që nuk duan të dëgjojnë një bisedë me vlerë, sepse kam përshtypjen, por në fakt duke parë dyndjen e madhe në panajirën e librit që u mbajt në fundjavë 3 ditë rresh në Tiranë, 3 apo 4? 3 apo 4 ditë ishte? 5 ditë perfekte fare. Ka interes në fakt, dhe interesi ndaj librit unë kuptova që këtë vit është në shtim të madh. Isha vetë aty, e preka dhe kishte shumë njerëz. Arlinda Dudaj, botuese, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se dëgjoj Ronaldo, është kënaqësi, më kujtohet para 3-4 muajsh mbase ishte hera e fundit dhe ishim shumë të dëshpëruar, Ishim në depresion të madh. Që libri përdoret si aksesor. Nuk është se ka munguar, kemi pasur plot edhe nga kjo, po unë mendoj që është mirë. Mbase ishte mirë, po themi u fol për librin dhe njerëzit u kujtuan që tani mbase duhet filluar të reagojmë. Ishte një reagim shumë i bukur. Për hir të vërtetës, është e vërtetë ajo që the. Ky vit ishte vërtet pati për mua ishte i papritur, sepse kishte një shpërthim, kishte një goxha njerëz. Le ta nisim nga kjo. Si ishte panaj edicioni 28, më korrigjon nëse jam gabim me vitet e me datë. Edicioni 28 mbahet panaj i librit dhe dyndje njerëz. Isha vet aty. Le ti marrim me radhë, çfarë ndikoi që të kishte më shumë njerëz? A kishin më shumë autorë dhe autorët tërheqin lexuesit? Apo këtë vit shqiptarët vendosën të rikthehen të brendshmes së tyre dhe një nga gjërat që ne mund të merremi të brendshmen ton është libri, pra nuk është kjo bota materiale. E brendshmja është shumë e rëndësishme. Se libri të çon drejt së brendshmes. Shiko, unë do doja në fakt. Çfarë mendon që ka ndikuar? Atëherë unë do doja në fakt që të ishte vërtet kjo e fundit. Kjo që po thua, pra shqiptarët e kanë kuptuar, por nuk di të ta them. Absolutisht nuk mund të them që kjo e fundit, pra që shqiptarët janë zgjuar, edhe tani do jetë shumë më mirë. Këtë nuk mund ta them sepse nuk e dim. Pra, panajiri mbylli si parin mbrëm, por ajo që do shihet në vazhdim. Pra, gjithë këto libra që u morën, sepse dhe janë bler libra, besoj që janë bler libra, nëse lexohen, sepse libri e ka këtë magji. Domethënë, e para punës një njeri që e merr, e konsumon, po e quaj konsumon si meqense jemi në kapitalizëm, ndjen nevojën që ta ndaj, dhe unë e kuptoj shumë mirë nëse e ka konsumuar vërtet apo e ka vetëm prekur sipërfaqen. Ju këtë e kuptoni gjatë vitit nëse ai libër vazhdon shitet në nëse ai vazhdon shitet, nëse vazhdon flitet për atë libër apo për shkrimtar apo për atë shkrimtar, pra nëse nuk kjo zhurmë nuk u mbyllet brenda atyre ditëve. Për sa i përket fakti është që vërtet kishte më shumë vizitorë. Kjo është gjë e mirë. Dhe këtë po e them personalisht, kjo është gjë shumë e mirë, kjo është një lajm shumë i mirë. Unë po flas personalisht sepse nuk është se isha, le të themi, në gjithë panajirën në një njëjtën kohë, e shikoja, por nga stenda ime ishte plot. Mbase më ka ndodhur dhe mua, po besoj duhet mbyetur dhe kolegë të tjerë, po më ka ndodhur dhe mua sepse kisha vërtet shumë autor. Kisha shumë autor që vinin për herë të parë, vinin pas një suksesi të madh. Kisha shkrimtar të shqiptar kësaj radhe, edhe nga diaspora kisha përkthime, unë në fakt mendoj që tek Stenda Duda e ka cilësi. Edhe kjo është edhe ajo që se ne kemi dhe atë lexuesin besnik, për shembull unë kam takuar dhe unë kam qenë aty non stop Ronaldo, nga mëngjesi deri në darkë me një pauzë shumë të shkurtër në drek. Dhe kam takoj gjithmonë njerëz më sjellin dhe fotografi të vitit të shkuar, pra neve kemi një lloj lexuesi besnik që na ndjek, edhe i beson emrit. Domethënë i beson emrit dhe kjo për mua është shumë e çmuar dhe është përgjegjësi shumë e madhe. Nuk dua të shes mend se nuk e kam qejf domethënë këtë pjesë, por le të themi në tek pjesa e Dudaj ne kishim shkrimtar për shembull si Lea Ypi që e ka emrin e vet, nuk është se i duhet Dudaj, po ne bëjmë çmos që ta promovojmë sa të mundemi për t'i dhënë lexuesin një shkrim cilësor. Kishim Ornela Vorpsin, po i përmend këto vajzat e diasporës, për shkak se janë vajza që shkruajnë dhe kanë bërë një emër të jashtëm. Po patjetër. E lirë. Media ka gjithë bon sensin e mirë, jo vetëm këtu ku punoj unë, po besoj edhe vërdall, që të flitet edhe për shpjegatuese, edhe për autor. Sepse kemi nevojë të promovojmë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Domethënë media të paktën një gjë e mirë, unë jam shumë kritike ndaj medias ti e di. E di. Edhe mirë bën, Por absolutisht në këtë pikë nuk kam asnjë arsye për të keqardhur apo për të ankuar. Pastaj ishte Lidia Xhoga,
një shkrimtare e re shqiptare jeton në Amerikë, shkruan në anglisht dhe u fut në listën e Booker Prize. Vërtet. Jemi duke folur për një po e them në anglisht big deal. Është një gjë shumë e madhe të jesh. Patjetër, big deal të jetë një shkrimtare shqiptare që shkruan një libër të jetë në Booker. Me keq kuptimi. Ky është lajm, patjetër, është një lajm në fakt që në gusht pati goxha edhe është folur shumë për të, librin e saj keq kuptimi. Shkrimtarë që shkruajnë nga diaspora gjithashtu. Tham, është Ani Wilms me Diellin në Mërgim, është Selma Dino që shkruan në italisht. Domethënë, janë të gjitha shkrimtarë që shkruajnë, por thonë që ne jemi shkrimtare shqiptare, flasim për tema shqiptare, dhe këto në fakt e bën fort, patën një shkëlqim shumë të madh. Kishim një libër të ri të Brunita Azlamit dhe ajo ka një lexues që e ndjek gjithmonë doktoreshës, edhe erdhi me librin e saj Ngram, pastaj kishim përkthime që për cilat në fakt shtëpia botuese njihet më shumë. Ne kemi më shumë përkthime se sa autor shqiptar, por në fakt jam shumë proud, jam shumë e lumtur, shumë e kënaqur, shumë krenare për këto shkrimtare shqiptare të jashtëzakonshme. Pastaj kishim përkthimet të Emanuel Carrer, të Mario Vargas Llosa, kishim Javier Cercas, të gjitha të vjen nga Dora Mjeshtrore, Valeri Perrin, njerëzit që i ndjekin, pastaj është shkrimtar që neve ju botojmë në përgjithësi libra dhe gjithë njerëzit pyesin po a ka ardhur një libër i ri, pra nëse dikush e pëlqen. Kjo është atmosfera. Atmosfera është fantastike dhe kjo është atmosfera dhe në fakt kjo është ajo gjëja që funksionon. Në fakt të vit Fanairi edhe filloi komunikimi, filloi bashkimi në marketing dhe me që do të shkojë në marketing, po ta bëj pyetjen që tani dhe përgjigjen më e pas reklamave. Është folur në disa emisione, është bërë PR për disa autorë shqiptar për librat e tyre. Pyetja ime është kjo: marketingu i fuqishëm, a e shet gjithmonë librin? A e çon librin e marketuar mirë drejt lexuesit apo lexuesit e librave ndryshe nga konsumuesit e filmave apo emisioneve dhe të këngëve janë pak më selektiv. Shkojmë në reklamë, rikthehemi shumë shpejt në program. Në momente po flasim për librin dhe ne në Top Radio kemi shumë qejf në fakt flasim për librin, edhe na pëlqen të edukojmë aq sa mundemi dhe aq sa do mundemi ta bëjmë në këtë hapësirë mediatike. Pyetja përpara se të largoheshim në reklama në hapësirë marketingu ishte: një libër i marketuar mirë në studio televizive kryesisht apo një libër që godet edhe me titullin apo që bëhet viral shkon gjithmonë tek lexuesi i mirë? Pra, marketingu i mirë. E shet librin në shpyetja? I mirë, sepse libri ka nevojë për marketing. Le ta quajmë marketing, promovim. Libri ka nevojë për promovim, se është e rëndësishme. Në fund ditës tani jetojmë në një e shet gjithmonë? Por, ajo që çfarë vura re, çfarë vëre, dhe vëre në përgjithësi, nuk është se vëre titull bombastik apo përpiqen personazhe që të shesin. Dakor, të shesin. Ka një moment aty vjen në panair, shfaqet, vinë fancat, dhe ka atë momentin po që unë do ta quaj pak si flak kashte, për shkak se nëse libri nuk është vërtet i mirë, se ka dhe nga ata që janë libra të mirë, nuk e ka jetrën e gjatë. Nuk e ka. Pra, ashtu siç bëhet bombastik, po ashtu edhe shfryhet. Të paktën në opinionin tim dhe kur them që sepse ka shumë libra për cilat dhe flitet, bëhen viral, ka shumë që janë vërtet të mirë. Dhe kjo në fakt i vazhdon drita, i vazhdon gjatë, sepse njeriu lexon, sepse s'ka gjë më të keqe, Ronaldo, nëse ti shkruan një libër të keq, e marketon në një mënyrë bombastike. Arrin dhe ta shesës në atë moment dhe njerëzit pasi e lexojnë, nuk e sugjeron askujt. Nuk e sugjeron askujt. Pra nuk vazhdon më. Madje përkundrazi mund të jetë edhe që jo vetëm që nuk e sugjeron askujt, po thon ishte libër kot fare. Si është natyra e lexuesve? I sugjerojnë libra njëri tjetrit, për shembull, unë kam lexuar këtë libër, të lutem lexoje, ta lexosh? Po unë mendoj që kjo është të vjen natyrshëm. Në momentin që ti lexosh një libër të mirë, të vjen natyrshëm, është e pashfaqshme. Pikërisht. Madje unë prandaj them, shpesh herë kur them, libri ka shkuar tani te duart e dukura, nuk them se libri, po them se ka shkuar në duart se të një njeriu që lexon vërtet dhe tek i cili unë shpresoj, mendoj që ajo që më ka pëlqyer mua ti pëlqej edhe atij. Dhe në momentin që kështu shpërndahet, madje ky është marketingu më i mirë. Po ta quaj marketing. Është vërtet marketingu më i mirë të kaluarit gojë me gojë. Gojë me gojë dhe dorë me dorë. Sepse ka shumë libra në historinë e letërsisë botërore, tani le të flasim, ka shumë libra për shkakun që kanë qenë të famshëm post mortem. Pse ka ndodhur kjo? Pse? Sepse në momentin që libri është botuar pas vdekjes,
Pra, sepse në momentin që libri është botuar, nuk ka qenë momenti i duhur, njerëzit nuk e di pse, nuk ka shkuar në duart e duara. Ka ndodhur shumë këngë në fakt. Po, ka ndodhur shumë. Dhe në një moment saktuar e zbulon dikush që është vërtet një njerëz që e ka dhe jep gjithë jetën dhe shpirtin për ta shpërndar, po për ta shpërndar jo në mënyrë bombastike, por në mënyrë shpirtërore, dhe nuk ka gjë që ka më shumë pushtet. Nuk ka. Po ta them me bindje të plot, nuk ka gjë që as media, as një gjë, sesa një gjë që është vërtet e bukur, po që arrin të shkojë në shpirtin dhe në mendjen e duhur dhe arrin të ta shpërndajë në këtë mënyrë. Prandaj them, natyrisht këtu nuk do doja të përmendja, po ka libra që mendojnë që okay, me që kam bërë një titull bombastik, ai libri do shesi. Pra libri thonë ju nuk është thjesht një lajm portalesh. Nuk është thjesht një lajm. Dhe lexuesi vërtet pastaj po flasim për atë lexuesin që di të dalloj mirë. Nuk e di, mund qëlloj dhe që të blihet, nuk ka në gjë. Por nuk e di se sa jetë të gjatë ka më pas. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për librin, sepse libri nuk është gazet. Libri është një gjë që ti e merr e mban në librari dhe mund t'ia përçosh fëmijëve të tu, nipërve, mbesave, libra dhe kupton se sa jetë të gjatë mund të ketë, ka jetë qindra vjeçare, mos them mira, sikundër ndodh për libra të caktuar. Nuk prishet në fund të ditës. Dëgjoj, Arlina, e di çfarë kuptova unë këtë vit me panajrin e librit, avancimin e teknologjisë, e sidomos avancimi i ChatGPT-s, më thuhet që robota do krijohen po patjetër se s'dim asgjë. Se s'dim në fakt. Ndryshe, kuptova që pavarësisht hapave galopante të teknologjisë, prapë jemi tek libri. Prapë jemi tek shfletimi i faqes. Edhe mua më bëhet shefi për këtë, nuk mund të them që jam një lexues shumë i madh. Nuk mund ta shes veten bëj moral se kur unë lexoj çdo ditë, por më vjen mirë. Për këtë jam shumë i lumtur dhe jam shumë i lumtur që pavarësisht edhe disa botuesve të autorëve të rinj që nuk janë më të mirë në tyre, them rëndësi ka që flitet. Rëndësi ka që ka një tendencë për të shkuar në panairin e librit. Po, absolutisht më bën të ndjem, jo më shumë se krenar më bën të ndjem të kem një lumturi, një lumturi të çasti, nuk e di sa më zgjasë, siç e tham në fillim se mbase jemi komplet gabim ne të dy këtu. Por në fakt unë ndjej këtë gjë. Ose le të themi, nuk e di nëse e çojnë deri në fund leximin dhe e kam thënë diku tjetër, po tek e fundit e ndjejnë si një gjë që duhet ta bëjnë. Sikur dhe në kokë të jetë diku aty në mendjen e tyre që shikon, por ne duhet lexojmë diçka, se nuk është jeta vetëm kjo. Nuk është vetëm ChatGPT, rrobat e bukura të dukurit edhe të tregojmë se sa kemi, sa të bukur jemi edhe sa para kemi dhe çfarë gjërash kemi. Po ndoshta duhet i bëjmë këtij shëndetit mendor, sepse në fund të ditës libri të ndikon shumë absolutisht edhe për të kuptuar, edhe për të balancuar gjëra shumë të rëndësishme të jetës, duket sikur flitet për jetën e dikujt, por në fakt në çdo libër ka një cop nga jeta jote. Është diku atje. Dhe mjafton të kesh pak shpirt edhe sy edhe mendje të dëgjosh edhe ta lexosh. Janë shëruar shpirtërisht nga librat? Absolutisht po. Absolutisht po. Vërdall. Dhe unë besoj 100% këtë. Edhe qoftë ky libër, çfarë do lloj libri? Domethënë, qoftë ky edhe libri, një libër që në fund ditës për mua nuk është ai i duhuri, po për ty është ai që të duhet ty tani. Dhe shumë rëndësishme. Dhe një libër ka edhe një gjë. Një libër mund të lexohet në shumë mënyra të ndryshme. Secili nga ne gjen në një libër pyetjen, po e them shumë shqip, edhe po e them shumë folkloristike, hallin që ka. Gjejmë përgjigjen e hallit që ka. Un kam një hall, ti ke një tjetër. Gjejmë halle të ndryshme në të njëjtin libër. E lexojmë në të dua të them një libër e lexojmë në mënyra kaq shumë të ndryshme dhe kjo është magjia. Ish drejtuesi im në një redaksi që kam punuar më thoshte gjithmonë, lexo çdo gjë, edhe një lajm idiot që del aty në Facebook. Por hape lexo, domethënë informacioni është të ka dhënë vërtet një Po, edhe do të më tregosh për pak çfarë tendencash patën shqiptarët këtë vit për të blerë, pra të destinuar më shumë drejt romaneve, poezive apo librave për zhvillim personal, që janë këto për artin e të folurit në publik, për marketingun, për shpirtin e të gjitha më radh. Por fillimisht kam në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Ulajm si kresha lumi bi dhe nga këto treshe interesante kalojmë sërish tek libri. Një gjë kaq e bukur që na ka shoqëruar në fakt në fillimet tona të jetës në fëmijëri, ku mësoni me anë madhe, anë vogël, mësoni numrat, mësoni ato poezitë të thjeshta. Edhe e kam këtu në kokë në memorie atëherën karakteristike të librave që merrnim çdo shtator në shkollë. Dhe pastaj ndodh një proces shumë i çuditshëm
njeriu duke kërkuar të jetë i suksesshëm dhe suksesi ndonjëherë është një budallik i madh. Njeriu duhet të kërkojë paqen. Po budallik është ka arritur sukses. Çfarë suksesi? Çfarë thon suksesi? Suksesi i yt nuk është suksesi im. Nuk ka ditë kush është suksesi. Kush është matja? Një njeri në fshatin tim që ka vjel ullin tani dhe ka bërë shumë vaj ulliri pa më shpaqe, është super suksesshëm dhe ne themi po dëgjoj, vetëm ky që është shërper dhe ka lekë si suksesshëm. Po gjithsesi kjo është një temë tjetër. Shumë e rëndësishme. Dhe shumë e gjatë që mund ta elaborojmë në një moment tjetër dhe po thoya këtë që analogjia historisë ishte që ne jemi shkoputur pak me librin, edhe e them pa frikë, pa kompleks, edhe ridiskutojmë sërish për panajirin e edicionin e 28, i cili u mbaj në Pallatin e Kongreseve për 5 ditë me radhë. Me ne në studio është Arlinda Dudaj, botuese, edhe e lam të kjo Arlinda. Çfarë patën më shumë interes shqiptar këtë vit, pra ishin të destinuar drejt romaneve, drejt poezive, drejt librave për zhvillim. Se ka në fakt edhe një tendencë të librave. Po, në fakt sepse duket sikur s'ka lidhje, por ka shumë lidhje me atë që me të cilën e nise diskutimin, pjesën e suksesit. Sepse ndonjëherë ne mendojmë që suksesin e gjejmë me formula të gatshme, pra si të bëhemi, të jemi apo ku diun, gjëra të tilla. Por në fakt suksesi është kaq personal dhe po e rëndësishme është të kuptosh. Është madje një kapitull në librin e Leas që unë gjithmonë, pavarësisht se ajo është pak më politike, po nis me këtë fjali tek libri të poshtruar, libri që sapo ka dalë. E rëndësishme është të kuptosh. Pra shpesh herë nuk janë të rëndësishme ato detajet e vogla, po të kuptosh vërtet çfarë do të dish, çfarë duhet të dish edhe çfarë të bën ty mirë, sepse kjo është të kuptuarit e thellë, sidomos të vetes tënde. Dhe në fakt, për të dalë te librat janë ato që në një farë mënyrë të ndihmojnë ty, sepse ti je duke kërkuar këtë. Nuk është se edhe libri, i cili do qoftë ai, sa do i mirë që është, nuk është se do t'japi përgjigjen, asnjë lloj libri nuk ta jep përgjigjen e saktë. Por të bën ty, që të pyesësh dhe ti bësh pyetjen duke u futur në libër, të bësh pyetjen vetes, po çfarë dua unë? Çfarë jam unë? Cili jam unë? Einstein thjesht u bë vetëm se pyese, çfarë është universi? Patjetër, kurioziteti është ai që e çon. Absolutisht. Madje nëse ka një gjë që e çon përpara njeriu, qenie njerëzore, dhe që unë ja jap shumë të rinjve, si këshill, unë s'kam qejf të jap këshilla, se këshillat më duken edhe banale, por në një farë mënyrë është kurioziteti. Është kurioziteti pafund për të ditur gjëra, ai që do të çoj përpara dhe do të bëj që të zbulosh botën, edhe të gjesh lumturinë, atë lumturi që nuk e gjen asnjëherë të plotë, sepse ajo është e gjitha me copëza. Dhe librat janë këto copëzat e vogla, në fakt. Thënë kjo ku ishte i destinuar këtë vit interesi? Interesi ishte kryesisht, shiko, gjithmonë kështu është tek letërsia. Letërsia është e para. Sepse i bën bash të gjithë. Le themi të vegjël, të rritur, edhe ata që lexojnë libra që duan libra më historik, më filozofik, biografi që duan të dinë gjithmonë në kuadër të kuriozitetit, letërsia i bën bash dhe le themi në vendin e parë qëndron letërsia. Pastaj natyrisht to librat vetëndihmuese e kuptoj që njerëzit i duan. I duan për shkak se mendojnë që do jetë më shpejt, po unë mendoj që përgjigjet i merr shumë edhe nga letërsia. Pastaj më pak poezia, do thoj, librat për fëmijë natyrisht janë për fëmijë, më pak poezia, por tek poezia në fakt lexuesi është shumë i qartë. Është ai lexuesi i mirë në fakt, kush pëlqen poezinë, është lexuesi i mirë, po, se duket e thjeshtë. Jo, nuk është as mund ta kuptoj kush do, mund ta lexoj kush do. Flasim që të gjesh po atëre thoshte Moravia e thoshte gjithmonë që një poet vjen një herë në një brez, pra çdo brez ka një poet. Ne këtu siç e shefti kemi shumë poet, por realisht poet të mirë mund të jetë një ose dy, janë me gishtat e dorës, janë. Do të veçoje ti autor librash të mirë shqiptar momentalisht. Librash të mirë shqiptar janë pak a shumë ata që përmenda, domethënë ata që përmenda shkrimtar që shkruajnë tani, po sepse është e vërtetë dhe pyetje shumë e mirë, sepse çfarë ndodhi këtu, Ronaldo pas tekës së Kadares, u duk sikur Befas kishte një shkretëtir, edhe ishte që do shkruante çfarë po shkruante, por në fakt kishte nisur një brezëri dhe ka nisur një brezëri edhe të atyre shkrimtarëve që unë i përmenda në diasporë, por përpiqem të përmend shkrimtarët më të mirë që janë duke shkruar tani dhe që po bëjnë zë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. I lexon bota. Ne më e pakta që mund të bëjmë është që ti lexojmë ata, vetëm më e pakta po themi. Pastaj na pëlqen apo s'na pëlqen është diskutim tjetër. Shkrimtarët që shkruajnë tani është në vend të parë, po e përmend meqense është dhe Lea Ypi, Ledia Xhoga, Ornela Vorpsi, Ani Vilms, Bashkim Shehu,
Enkel Demi është një shkrimtar shumë i mirë. Patjetër, është një shkrimtar shumë i mirë që ka krijuar goxha. Enkeli është bërë, nuk e di në cilin libër ka arritur, por ka një stil shumë të mirë. Është Ylleta Liçka. Kemi shumë shkrimtarë, nuk është se s'kemi. Mjafton të gjejmë Besni Mustafaj, e di që të harroj shumë, do më mërziten shumë, por do të thënë absolutisht kemi shkrimtar të cilët kanë shkruar dhe po shkruajnë shumë për histori shqiptare, me cilët duhet krenohemi. Paga shumë, sigurisht të thuhet statistika konkrete dhe njerëz konkret. Domethënë tendenca e moshave, domethënë Panajiri këto ditë ka qenë i mbushur me më shumë të rinj, me më shumë të moshësh mesatare apo më shumë të një brezi më të Po, flasim në mënyrë perceptive. Ditë perceptive më shumë sepse ditën e parë për shembull pa shumë të rinj, po shumë. Po për shkak sepse ditën e parë të dy që bie mërkur e inte, edhe pak të pret sepse ishin shkollat. Okay. Tani kjo puna e shkollave, kjo puna e shkollave është shumë interesante që mësuesit i sjellin me grupe dhe i sjellin shumë mirë që i sjellin, është shumë mirë sepse shumë iniciativë mirë, mbushe, por duhet jenë më të, edhe kjo nuk është problemi i mësuesve dhe shkollave, por është problemi edhe i organizatorëve të panajirit, që e bëjnë atë panajir ashtu për faqe të zezë në kuptimin e stendave, pra nuk bëjnë një lloj organizimi siç duhet, nuk ka një tabel për jashtë që ti të kuptosh se ku do të shkosh informacion. Ka vetëm librat për jashtë tek ato monitorët e mëdhenj, por që janë një rumpall shumë e madhe. Për shembull, problemi im kryesor ishte ky kur erdha aty ndjes për ndërprerjen që doja të shkoja të kryja 2 detyra të mia fillimisht, më pas random mund të gjeja libra, apo i gjeja dot ku ishin. Nuk i gjej dot. Po e di, ke shumë të drejtë, as autorët as domethënë nuk ka informacion, është një kaos shumë i madh dhe kjo në fakt kjo është për të ardhur keq, sepse në një festë kaq të madhe mund të bëja gjëra të mrekullueshme. Megjithatë kjo është halli. Tani ishim tek shkolla. Pra, vinin edhe ke pash më shumë të rinj. Pastaj në fundjavë zakonisht vin familje. Po është kaq e bukur sepse ti shef të gjitha gruponshat, që nga pleq, familje me fëmijë, me karrocë, me kam parë nga çdo lloj. Kështu që them që targeti ishte i përzier, ishte shumë i përzier dhe kishte nga të gjitha. Pa llogari që siç të thoja, unë aty takoj çdo vit njerëz i takoj një herë në vit. I takoj një herë në vit, i takoj në panajir. Çka tregon që është kthyer në një traditë shumë të bukur. Arlinda, ne harxojmë ku diun, po të marr një ditë normale në Tiranë, nëse s'ke makinë do paguash 10.000 lekë taksi. Nëse ke makinë do paguash 5.000 lekë parkim këtu, 5.000 lekë atje. Po marr vetëm shpenzime ditore mujore. Njerëzit mund të hanë darka 100 euro, 200 euro, 500 euro. Kemi të rinj që veshin atletë nga 1.000 euro. Sa kushton të blesh një libër mesatarisht? Një, vetëm një. E di cili është problemi, ata që kanë mundësi të blejnë atletë 500 euro, 1.000 euro nuk kanë interes për librin në përgjithësi. Jo të gjithë. Të blesh një libër kushton nga 10, po them, domethënë mesatare, nga 10 deri në 15-20.000 lekë është libri më i shtrenjtë. 20.000. Po flasim me 2 vjetra, Po, 10.000 lekë. 2.000 lekë. Se mendojnë që mund të 1.000 lekë dhe 2.000 lekë. Pra, domethënë 10.000 lekë të vjetra, një 10 që jeshile. Një libër që ngjelet gjithmonë në librari, në shtëpinë tuaj. Në librari, në bibliotekë. Pas të lexoni mund të jepni familjarët tuaj, kushton vetëm 10.000 lekë. Dhe mund ta kalojmë tek njëri tjetri. Nuk ka kosto, thjesht kërkon dëshirën e mirë, edhe mund të punojnë vazhdimisht gjatë vitit për t'ja imponuar, sepse nuk është absolutisht imponim i keq, përkundrazi, është imponim që i bën mirë gjëja më e mirë të gjithëve. Patim mbështetje panajirin nga ku diun? Shiko, ja ky është problemi tani, sepse këto janë halle pastaj të tjera që janë dhe hallet tona, nuk kuptohet asnjë gjë. Domethënë ideja është po duket që ka mbështetje, por nuk është faj dhe është faj organizatorëve të cilët nuk bëjnë transparent asnjë gjë. Për shembull, këtu politikanët mund të flasin mëngjes drek darkë për hapjen e negociatave në BE, flasin të gjithë me radhë. Për shembull, Ministria e Kulturës foli për panajirin, bëri PR panajirit. Ministria e Kulturës bëri po pak, nuk duket që kishte ndonjë, domethënë nuk është se ka ndonjë entuziazëm të madh, mbase sepse ata e konsiderojnë si një pjesë që është përshtytje, po jo, nuk është kështu, domethënë dhe kishte pash politikan, po njerëz që vinin politikan që vinin si njerëz të thjeshtë, domethënë. Nuk erdhën me kështu me shpura bombastike, se edhe këto nuk janë, mua nuk më pëlqejnë fare, domethënë. Nuk më pëlqejnë as pak. Dhe vi me shpura që hajde duke mund tani me kamera që erdha këtu. Domethënë, njerëz që edhe ishte kënaqësi, sepse pak a shumë tek stenda ime u ndalën të gjithë. Rama e ka shpërndar në mos gaboj në Instagram. E ka shpërndar, okay. Patjetër ai është një dashamirës si libri, se vetëm për librin është dashamirës, pastaj se a bën gjë apo
Vetëm më lë të bëj një check në Instagramin e kryeministit. Po, e ka shpërndar, edhe shkruan panajiri 28, pra ka bërë këtë njoftimin e. Okej, kjo është një gjë shumë e mirë. Patjetër, madje publikuar pamje nga stendat. Po kishte plot politikan, domethënë, si të smajtë ose si ashtu dhe të djathtës. Të nivelit të lartë politik apo të gjitha nivelit të lartë, domethënë jo, kryeministri nuk kishte, po në nivel ishte ministra, po kishte ministra pra në funksion. Po në funksion e njerëzve të thjeshtë, që vinë me familjet e tyre. Ishte Jurida Tabaku, domethënë nga kishte pash plot njerëz. Mirë, interesante shumë. Arlinda Dudaj, zënë dhe zotërinj nga shtëpia botuese Dudaj, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana dhe është gjithmonë kënaqësi të flasim për librin. Shumë kënaqësi. Unë mezi pres në takimin e radhës, edhe do të them kur të kem. Patjetër. Dëgjoj, edhe 1 minutë, Uizi, nëse na lejon taksirat. Shpejt më thuaj disa emra për dëgjuesit që mund t'i blejnë dhe mund të lexojnë gjatë dimrit, që janë ngrohtë aty pranë xhakut. Çfarë mund të lexojnë këtë dimër? Përveç atyre që përmenda, kemi disa përkthime shumë të mira dhe njëra është kjo Valérie Perrin, është një shkrimtare franceze, e cila shkruan, ajo ka shkruar një libër Lulet e shpirtrave, tani ka ardhur me një libër fantastik. Si nuk ta solla. Ishte një libër shumë i bukur për ty, sepse është në fakt një histori miqësie aty, të tre. Dhe po ajo shkruan shumë bukur dhe i bën bashk të gjithë, burra, gra, gjithë këto. Domethënë është një shkrimtare që është shkruan në mënyrë klasike, madje herë pas here më duket dhe si Tolstoi, që unë adhuroj, domethënë, po ka një, natyrisht shkruan për të sotmen, po ka një mënyrë të saj fantastike. Është një libër që e sugjeroj shumë, pra 3 nga Valérie Perrin, është Emmanuel Carrère, një shkrimtar francez i jashtëzakonshëm. Për mua do të jetë Nobel i ardhshëm. Nuk e di, hajde, ta mbajmë on record. Kjo ishte fantastika. Ai ka ardhur me një libër që quhet Mustaqet dhe është një histori paranoje. Ai ka një mendje brillante. Është përkthimi i Bashkim Sheut. Është një libër për këtë dëshiron dhe i intereson Spanja ose historia e Spanjës, është Javier Cercas me librin e tij që mbi anatomia e një çasti, mbi grushtin e shtetit. Ka ndodhur një grusht shteti në Spanjë 81-shin dhe është një fotografi fantastike e cila merr spunto dhe tregon gjithë historinë e saj që nga ronja e Francos e deri në ditët e sotme. 3. I mbajnë mend? Po kam akoma shumë tjera. Po i lëm. Jam mjaftuar për 3-4 muaj dimër, se edhe patjetër ka nga ato që mund të mbaroj një libër për një ditë, por ritmi i jetës është shumë i shpejtë, kërkon edhe pa kohë, thënë të drejtën, sidomos kur kemi penjime familjare, por gjendet gjithmonë koha. Të falenderoj shumë edhe një herë që ishe në program, të uroj një të hënë e javë të mbarë gjithashtu. Faleminderit Ronaldo. Tu përfundon dhe Live from Tirana për ditën e sotme. Takimi jonë në radhë do të jetë nesër, deri atëherë ju uroj të gjithëve një të hënë të mbarë në vazhdim The Life of a Show Girl është e radhës si vjen nga Taylor Swift dhe ne dëgjojmë nesër. Ciao.